Kur ju keni bërë gjithë shka mundeni, atëherë thoni Perëndi, s'mund të bëj atë që s'mund të bëj, dhe kështu jam duke pritur në ty. Dhe më lejoni t'ju them një sekret, kur ju jeni duke pritur në Perëndin, është mirë, unë po ju jap juve lejen të vazhdoni e të shijoni jetën. Është e rëndësishme të kuptojmë se ne jemi në betejë. Ju mund ta ndjeni atë. Ndjeni luftë në shpirtin tuaj, një pjesë e juaj do të bëjë atë që është e drejtë e një pjesë të gabuarën. Një pjesë e juaj është egoiste dhe një pjesë dëshiron t'u jap njerëzve. Dhe armiku luan në pjesën më të dobët të mishit tuaj, dhe ai bën gjithçka mundet t'ju pengojë të jeni plotësisht të përkushtuar ndaj Perëndis e t'i shërbeni atij. Unë kam folur më parë se sa gënjeshtar është ai, dhe se sa shumë nga ne besojnë shumë gënjeshtra. Dua t'ju bëj një pyetje, a ka dëgjuar ndonjë nga ju në mëngjes, a ka dëgjuar ndonjë nga gënjeshtrat që djalli ju ka thënë? Po. Dhe unë shpresoj që ju të vazhdoni ta bëni këtë, derisa të jeni plotësisht të lirë. Por Satani e tundoi Jezusin kur fryma e shenjtë e drejtoi atë në shkretëtir. Dhe djalli i tha atij një gënjeshtër pas tjetrës, dhe sa herë që djalli i thoshte diçka Jezusit, Bibla thot ai u përgjigj duke i thënë. Dhe ai citonte nga fjala e Perëndis, sepse e vërteta e fjalës së Perëndis është vërtet arma më e mirë që ne kemi për ta përdorur kundër armikut. Bibla thot, ai që ka fjalën time, le ta kallëzoj atë me besnikëri. Kështu ne duhet të mësojmë si të flasim fjalën e Perëndis. Në vend që të vrapojmë tek të tjerët për të mësuar se ç'duhet të bëjmë për problemet tona, ne duhet të dimë fjalën aq mirë sa të dimë kur ta zbatojmë atë që shkrimi thot për një situatë, dhe duhet ta flasim atë. Kur djalli thot kur s'do të keni asgjë, ju thoni gjithçka që unë prek me dorën time lu lexon e përparon. Kur ai thot kur s'do të keni një njeri që do t'ju doj ndonjëherë, ju mund të thoni Perëndia më do dhe ai bën që edhe të tjerët të më duan. Mësoni si të luftoni, dhe një nga armët më të mira që ju keni është gjua juaj nëse keni fjalët e duhura për të nxjerrë. Po e theksoj, nëse keni fjalët e duhura për të nxjerrë, sepse mund të jetë edhe problemi ynë më i madh nëse do të nxjerrim gjërat e gabuara. Dhe kështu 42-43 vite më parë, kur unë pata privilegjin e madh të prekesha prej Perëndis, dhe edhe pse unë isha e krishterë, nuk isha fitore në jetë dhe kisha nevojë të mbushesha me frymën e shenjtë, kisha nevojë të pagëzohesha me frymën e shenjtë. Dhe në atë kohë të veçantë kishte një derdhje shumë të madhe të frymës së shenjtë në të gjitha denominacionet në mbar botën, dhe disa nga ju e mbajnë mend e disa nuk e mbajnë, por ka kohë të veçanta kur Perëndia lëviz në tokë, dhe ajo ishte një nga ato kohë të veçanta. Tani po ju them se nuk ka pse të prisni për një kohë të veçantë të lëvizjes së Perëndis. Të prekeni nga Perëndia apo të mbusheni me frymën e tij të shenjtë. Çdo ditë thoni Perëndi më mbush me frymën tënd dhe më jep të gjitha dhuntitë e frymës që ti do që unë të kem, që unë të shërbej në mënyrë të fuqishme. Nuk ka pse ta jetojmë jetën thjesht në mënyrë të natyrshme. Ne mund ta jetojmë atë në një mënyrë super të madhe, mënyrë super të natyrshme. Dhe kështu, unë fillova të mësoj në atë kohë se djalli ishte problemi im i vërtet, jo njerëzit. Por djalli ishte problemi i vërtet. Ai punon përmes njerëzve. Por shumë herë ne fajsojmë të tjerët, ndërkohë që duhet të merremi me atë që qëndron pas problemit ton. Bibla thot se Satani hyri tek Juda dhe e bëri atë që të donte të shiste informacionin se ku po qëndronte Jezusi, vetëm për 30 sikla argjendi. Në një vend tjetër thuhet se Satani hyri në zemrat e Ananias dhe Safirës dhe i bëri ata të donin të mbanin fort atë që kishin premtuar të jepnin. Dhe Jezusi u mor me Pietrin, apostulin Pjetër,
Kur Pietri po përpiqej të mos e lejonte atë të shkonte në Jeruzalem, dhe Jezusi e pa atë në sy dhe i tha: "Shporur prej meje o Satan." Tani si do t'ju duke kjo? Unë nuk po sugjeroj që herën tjetër që do të grindeni me burrin, ta shihni atë në sy e t'i thoni: "Shporur prej meje o Satan." Kjo mund të mos jetë gjëja më e mirë për të gjithë njerëzit e përfshirë, por ju mund të shkoni në dhomën tjetër e ta thoni. Nuk po them se burri juaj është djalli, por djalli mund të punoj përmes jush, ai mund të punoj përmes meje, ai mund të punoj përmes jo besimtarve, por ai mund të punoj përmes kujdo që do ta lejoj atë të punoj përmes ti. Sa nga ju po e kuptojnë çfarë po them? Tani, disa nga ju duken pak si nervoz, si duhet të flasim patjetër për djallin? E po, më mirë të shpresoni që dikush t'ju flasë për të, në mënyrë të vazhdueshme e të rregullt, sepse nëse ju silleni vërdall në jetë, duke menduar se ai del në Halloween veshur me një kostum të kuqe, një sfurk dhe me një dybrir plastik mbi kokë, ai do t'ju hajë të gjallë dhe ju kur nuk do të dini se çfarë i ndodhi jetës suaj. Amen. Djalli është shëndosh e mirë në planetin Tokë. Por, lajmi i mirë është tek Luka 10:19. Ja, tani dëgjoni me kujdes. Ju dhash juve pushtet të shkelni mbi gjarpërinj dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet të armikut, dhe asgjë nuk do të mund t'ju dëmtoj. Tani, nuk dua të humbisni atë që ai tha. Djalli ka vërtet fuqi, por ai nuk thot as pak se djalli ka pushtet. Ja, unë ju dhash pushtet të shkelni mbi gjarpërinj dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet të armikut. I vetmi autoritet që djalli ka është ai që ne japim përmes mungesës së njohurisë apo pasivitetit ton për të hedhur hapin bazuar tek njohuria që kemi. Për shembull, Bibla thot: "Mos lejoni që dielli të perëndojë mbi zemrimin tuaj." Mos i lini djallit një vend të tillë në jetën tuaj. Mirë, sa herë brenda një viti flini të zemëruar në krah të personit që jeni zemëruar? Forca, të gjithë e kemi bërë. Kemi fjetur në cep të dyshekut sepse unë nuk dua të prek ty. Ti nuk do të më prekësh. Unë e bëja këtë dhe ngrija nga të ftohtit gjithë natën sepse nuk kam për të kërkuar batanien ty. E po kjo si bënte asgjati. Kishte 90% të shtratit dhe gjithë batanien. Thjesht është marrëzi, po them është thjesht nga zemërimi, ne bëjmë vetëm budallallëqe. Amen. Dhe ne duhet të jemi të ngadalt në zemrim. Dhe ne duhet të dimë se si ta largojmë kur ai na mbërthen. Dhe kështu ka vërtet shumë gjëra të ndryshme që ne bëjmë që do t'i hapin derën armikut për të patur autoritet në jetën tonë. Tani, ai nuk ishte autoritet derisa Adami i dha atij autoritetin që Perëndia i dha Adamit. Por Jezusi ja mori përsëri autoritetin djallit. Amen. Ai ja shtypi kokën dhe i mori çelësat e ferrit dhe të vdekjes prej tij. Dhe ai na e ka dhënë neve autoritetin përsëri, por autoriteti nuk ju sjell asnjë të mirë nëse se përdorni. Ju nevojitet kjo gjë, e kuptoj se, por rini... Dhe unë e kuptoj. Po them, 40 e ca vite më parë unë nuk isha dëgjuar asgjë të tillë dhe shkoja në kish prej shumë e shumë vitesh. Unë e dija se kishte një djallë, por kur s'kisha dëgjuar për të. A mendojmë se nuk është mirë të flasim në kish për djallin? Mirë, ky është një vend shumë i sigurt për të folur për të. Dhe unë po ju them se ai është një gënjeshtar. Ai vjen vetëm për të vrarë, për të vjedhur e për të shkatëruar, por Jezusi tha: "Unë erdha, lavdi Perëndis që erdhi. Unë erdha që ju të mund të keni dhe ta shijoni jetën tuaj, e ta keni me bollëk plot e për plot derisa të derdhet." Tani,
Në krahun e kujt do t'jeni? Anën e kujt do të mbani ju? A do t'a kaloni kohën tuaj në internet duke përcjell thashë theme kur askush nuk e di për çfarë po flet? Apo do të ngriheni në mëngjes dhe do të luteni e do të silleni duke ditur kush jeni në Krishtin dhe t'ja bëni këtë të ditur armikut në mëngjes? E dini çfarë them unë herët në mëngjes? Atë çfarëdo plani apo skeme që armiku të ketë thurur kundër meje gjatë kësaj dite, unë e ktheja të përmbys tani në emër të Jezusit. Je ti ai që e drejton jetën time, jo ai. Kështu, unë mësova vërtet shumë për luftën frymërore. Një pjesë e tyre ishte e drejtë dhe një pjesë jo dhe aq. Por unë u lodha kaq shumë duke i bërtitur djallit, dhe asgjë nuk po ndryshonte në jetën time. E dini, nëse ajo që njerëzit ju thonë nuk po funksionon, shkoni tek Perëndia dhe pyeteni atë nëse kanë të drejtë. Fjala e Perëndis funksionon nëse punoni me të. Amen? Dhe kështu, unë gjithmonë them, unë qortova derisa qortuesi im u lodh dhe unë përsëri kisha të njëjtat probleme. Dhe kështu shkova tek Perëndia dhe i thash atij, çfarë nuk shkon? Është një pyetje e mirë për Perëndin, por më mirë të jeni gati se ai do t'ju a thotë. Amen? Dhe kështu, Zoti më sfidoi mua që të studioja dhe të kërkoja në fjale të shija si Jezusi e bëri luftën frymërore. Ai se kishte problem djallin, dhe ai e kishte pas gjithë kohën, kur nuk e shqetësoj, se dëshpëroj kur Jezusin. Ai ishte vazhdimisht pas tij, por nuk pati asnjë ndikim mbi të, sepse Jezusi e dinte së pari se kush ishte, dhe dy nga gënjeshtrat kur ai ishte duke u tunduar në shkretëtir, në thelb ishin këto: nëse ti je vërtet biri i Perëndis. Pra identiteti i tij u sulmua 2 herë në ato 40 ditë, dhe kështu një nga gjërat e mëdha që Satani do të na bëjë ne është të na bëjë të ndjehemi sikur s'kemi pushtet, sikur s'kemi autoritet, sikur Perëndia s'na do dhe sikur nuk ka asgjë të mbinatyrshme në jetën tonë. Nëse do të luftoni e të fitoni, ju duhet të dini se kush jeni dhe duhet të dini kujt i përkisni. Kujt i përkisni ju dhe kush jeni ju në Krishtin. Dëgjoni, pa të ne nuk jemi asgjë dhe nuk mund të bëjmë asgjë, por përmes tij ne mund të bëjmë çdo gjë që ai do që ne të bëjmë. Më i madh është ai që është në ne se sa ai që është në botë. Nëse Perëndia është për mua, kush mund të jetë kundër meje? Nëse Perëndia është në anën time, nga kush do të kem frikë? Dhe mund të vazhdoj me këtë, por nuk kam kohë. A jeni gjallë? Jeni gjallë? Dhe kështu unë fillova të kërkoj, sepse s'po e shija Jezusin duke i bërtitur djallit. Dhe fillova të kërkoj se si të bëja luftën, dhe qetësia është një luftë. Dhe nuk po flas për gjumin e drekës në koltuk, por po flas për qetësinë e brendshme, të kesh paqe në zemrën tënde gjatë gjithë kohës, pavarësisht se çfarë po ndodh në jetën tënde. Jezusi e dinte kush ishte. Biblia na thot të vëm parzmoren e drejtësisë, të vëm brezin e së vërtetës. Është tek Efesianëve 6. Jezusi njihte të vërtetën, a jetësi në të, e jetoi atë. Vini për krenaren e shpëtimit, nëse do t'jeni të krishterë, mendoni si të tillë. Amen. Merrni shpatën me 2 tehe, që është fjala e Perëndis. Falënderimi është një luftë. Jam e sigurt se e keni dëgjuar këtë. Është një luftë, sa herë që ju lavdëroni Perëndin në vend që të ankoheni, po i jepni djallit një grusht në fytyrë. A më dëgjuat? Sa herë që falenderoni Perëndin për çdo gjë të vogël që ju mund të mendoni, në vend që të ankoheni për disa gjëra të vogla që nuk i keni, ju po bëni një luftë me armikun. A e dini se disa nga ju mund të ndryshojnë jetën e tyre nëse thjesht do t'i ndalin ankesat dhe do të fillojnë të jenë falenderues në mënyrë agresive gjatë gjithë kohës. Forca, unë dua t'ju ndihmoj.
Mendoni se unë s'dua të ankohem, unë dua të ankohem çdo ditë. Mishit thjesht i pëlqen të ankohet. Ne jemi të fiksuar pas ratis. Ne nuk duam të kemi asnjë para ati. Nuk duam të kemi vap, nuk duam të kemi ftohtë. Ne nuk duam të ulemi në karrige të fortë. Nuk duam të parkojmë më shumë se 3 hapa larg derës kryesore. Kur po vija në këtë takim sot, pash disa zonja që po esrin disa bloqe larg prej këtej, dhe unë mendova, po, bëjeni të gjithë të mendojnë ku janë duke shkuar këto gra. Shikojni ato gra që po vinë nga gjithandej, nga çdo vend, ku po shkojnë. E dini, kemi një takim me Jezusin. Por një nga gjërat për të cilat unë dua t'ju flas juve sot, është se Jezusi gjithmonë qëndroi në paqe dhe unë dua që ju të më besoni kur ju them se nëse ju mund të arrini të qëndroni në paqe. Është edhe një këngë për këtë, kur ti ke bërë çdo gjë që mund të bësh, çfarë bën? Qëndron. E po kjo fjalë qëndroj, në fakt, është përkthyer nga e njëjta fjalë që do të thotë pushoj dhe do të thotë të pushosh në Perëndin. Kur ju keni bërë gjithçka mundeni, atëherë thoni Perëndi, s'mund të bëj atë që s'mund të bëj, dhe kështu jam duke pritur në ty. Dhe më lejoni t'ju them një sekret, kur ju jeni duke pritur në Perëndin, është mirë, unë po ju jap juve lejen të vazhdoni e të shijoni jetën. Nëse do t'ju duhet të prisni, më mirë të kënaqeni ndërsa prisni. Ne mendojmë se kur kemi probleme duhet të dëshpërohemi, por nuk ka pse. Në rregull, nëse do të donim të përshkruanim Jezusin me një fjalë, nëse do t'ju thosha më jepni një fjalë që përshkruan Jezusin, do të mendonim shumë gjëra të ndryshme dhe unë dëgjova një person që tha dhe vërtet më pëlqeu, ai tha mendoj se mënyra më e mirë që ta përshkruajmë Jezusin është i qetë. A mund ta imagjinoni dot Jezusi nervoz për diçka? Ai kur nuk nxitonte, kur nuk shqetësohej. Ai bëri shumë gjëra, por të gjitha ato gjëra u bën me qetësi. Dhe lloji i qetësisë për të cilën po flasim është pushimi i Shabatit, qetësia dhe pushimi që Zoti ofron, paqja e Perëndis, hyrja në prejen e Tij. Nëse e studioni këtë fjalë në greqisht, nuk do të thotë pushim nga puna, por pushim ndërsa punoni. E kuptoni këtë? Dëgjoni. Po, unë punoj kur bëj këto konferenca. Dhe në një farë mënyre po punoj dhe tani, por nuk është vërtet e vështirë për mua, sepse unë i besoj Perëndis për çdo gjë që do të dalë nga goja ime më pas, edhe pse unë vetë nuk e di çfarë do të jetë. Dhe unë ju kam të gjithve ju që keni ardhur këtu, keni paguar para, keni ardhur me makinë apo me avion, dhe unë jam përgjegjëse. Të paktën dua që kur të largoheni të thoni kjo ishte e bukur. Mirë, por kjo vërtet nuk më shqetëson mua, sepse unë kam bërë gjithçka që mundem. Nëse Perëndia nuk e bën këtë të bukur, atëherë do të jetë e bukur. Amen. Dhe nëse thjesht ju mund të merrni një zbulesë sot, që mund të bëni vetëm atë që mund të bëni, pasi të keni kryer çdo gjë, ai e thot këtë tek Efesianëve 6, pasi të keni kryer çdo gjë që kërkon kjo krizë, qëndroni pra të fortë në vendin tuaj. Qëndroni të fortë. Kur keni bërë atë që mund të bëni, mos mërmërisni, mos u ankoni, mos u zemëroni me të tjerët që nuk kanë problemet që ju keni, por thjesht thoni, Perëndi, besoj se fjala jote është e vërtetë, unë të besoj ty dhe unë do të qëndroj dhe të shoh punën tënde në jetën time. Dikush ka thënë, ne duhet ta trazojmë besimin ton. Ju thash duhet ta trazojmë përsëri besimin ton. Trazojeni besimin tuaj. Zgjojeni atë. Pali duhet i thoshte Timoteut, trazoje besimin tënd.
Fry flakës së besimit. Ti dikur ishe i mbushur me zjarr dhe plot me besim, por tani je bër i vakët, të gjithë lodhemi. Mendoni se unë asnjëherë nuk lodhem duke bërë vazhdimisht konferenca? Tani unë ju dua shumë dhe jam këtu nga që ju dua ju dhe nga që dua Perëndin. Por njerëzit më thonë mua gjithmonë, a je entuziaste për këtë konferencë? E po, jo. E dini pse? Sepse po të vrapoja nga entuziazmi, do të më ishte mbaruar karburanti shumë kohë më parë. Po ju them diçka, gjërat e reja janë të bukura, por kur e keni bërë diçka 2000 herë, forca më dëgjoni mua, sepse sapo entuziazmi të ketë mbaruar, gratë dhe burrat e vërtet të Perëndis mbështeten tek besnikëria. Forca, më dëgjoni sot, sapo entuziazmi të ketë mbaruar, atëherë më mirë të dini si të jeni besnik dhe të vazhdoni ta bëni diçka jo nga entuziazmi, por nga që është ajo që Perëndia ju ka caktuar të bëni dhe bëjeni nga dashuria. Atëherë po e bëni me motivin e duhur. Të gjithë lodhemi, ju lodheni kur lani enët. Unë lodhem kur më nevojitet një predikim tjetër, të gjithë lodhemi. Dhe po tregoj me sinqert, e dini ne jemi njerëz, apo jo? Sa nga ju lodhen duke bërë atë që bëjnë gjithkohon, të hënën, të martën, të mërkurën, të enjten, të premten, të shtunën, të dielën, të hënën, të martën. Forca Olli, a lodhesh ndonjëherë kur të duhet një predikim tjetër për një të diel tjetër në mëngjes? Dhe e dini, kjo nuk do të thotë se ne jemi, ju doni të mendoni për drejtuesit tuaj si njerëz që lundrojnë diku lart në re, duke kënduar haleluja gjithë ditën. Mendoni se djalli ju ndjek ju, provoni të bëni diçka si kjo. Po më shihni pak çuditshëm si, a do të flasësh për djallin? Mirë, në të vërtet preferoj të flas për diçka të vogël, që të gjithë të duartrokasin e brohorasin, por unë duhet ju them juve se djalli ju urren shumë. Dhe ju më mirë të filloni të trazoni besimin tuaj dhe të mos vazhdoni të prisni që dikush tjetër të bëjë gjithçka për ju. Herët avon të gjithë duhet të përballen me Goliathin e tyre. Pse u drejtua Jezusi nga fryma e shenjtë në shkretëtir që të tundohej nga djalli për 40 ditë e 40 net? Me njëherë pasi ai pati atë fitore, ai filloi shërbesën e tij publike me fuqi. Përse duhet të kalonte ai gjithë atë gjë? Sepse ai duhej, Perëndia duhet t'i provonte vetes së tij se ai mund të përballej me djallin dhe mund të dilte gjithmonë fitimtar.